Përshëndetje të nderuar miq. Sot në misionin diplomatik paqe dhe zhvillim, mision amerikan, partner i shumë misioneve ndërkombëtare, misioni diplomatik amerikan dhe disa misioneve të tjera që janë të akredituar edhe në Kombet e Bashkuara, me marrëveshje me shumë misione paqe dhe sigurie në botë, do të zhvillojë një ceremoni të veçantë për një personalitet që vjen jo vetëm nga fusha e diplomacisë, e cilën e punojmë, por edhe nga fusha e sportit. Hello dear friends, we have the pleasure to welcome you here today in the headquarters of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, and which is an international lobbying organization and has a lot of international American partners. And we are here gathering today to celebrate and to honor in a special ceremony a special personality from the field of diplomacy and also sports. Marin Meksi. Marin Meksi. Personalitet nga fusha e sportit, kampion i bodybuilding, kampion botëror. It's a personality that comes from the field of sport, specialized in bodybuilding, and is a national champion. E theksoi World champion. So. Fushën e tij si të qenit sportist dhe kampion, dhe për faktin e madh sepse sportistët kanë qenë në botë të parët ambasador që kanë ndalur luftrat, kanë qenë situatë diplomatë e parë në botë. I want to keep in mind that he is a sportist because, as we know from the history, the sportists has played a major role in the world as ambassadors to stop the wars and try to make the peace. Nga reliket e legjendave na vjen një ndeshje e madhe midis dy personaliteteve të kohëve të lashta, midis Elimit shqiptar dhe Panopeas të botës së lashtë antike greke, dhe janë të gjitha qeramikat e botës së lashtë, ndeshja e tyre e përshkruar, fitoi vërtet Elimi shqiptar, por solli paqen në kohët e lashta në zonën e Ballkanit. I would like to say to you an ancient legend that talks about the Hellenists, Albanians, and Elimi dhe Panopea. Elimi shqiptar, Panopea Helim, which was grek. Albanian, and Panope, which came from Greece. During their fight, as I can say, Panothea won. Panopea humbi, fitoi Elimi shqiptari, por ata të dy u bën And the Helim won. shkak The main për idea paqen në Ballkan. was that they together through this fight they become a symbol of peace in the Balkan. Dhe qysh atëre lindi idea që edhe udhëheqësit e dy grupimeve luftarake ndesheshin me njëri tjetrin për të mos vrarë ushtrit dhe krijohej paqe. And since then was spread the idea that two main leaders of different armies they will fight with each other for the reason that their fellows do not put in the war together, and so they would be like a chance to make peace. Dhe Marin Meksi sot është një lloj Elimi i ri shqiptar, që kudo që fiton dhe ndeshet në botë, ngrihet bashkë me të edhe flamuri shqiptar, ngrihet personaliteti i tij, lartësohet edhe flamuri shqiptar. And this is the reason how Mr. Marin Meksi is an Albanian Helim that follows, and it's always available to throw the Albanian flag wherever he goes and represents the country. Marini vërtet është diplomat i hershëm, diplomat karriere, ka punuar në shumë ambasada të Shqipërisë në botë, por si ambasador i sportit shqiptar është më shumë i pozicionuar, më me peshë për të dhënë imazh të mirë për vendin tonë Shqipërinë. Mr. Meksi has always worked as a diplomat in different institutions in the world and outside the world, but as an ambassador of sport, he is more accreditable on what he does. Mirë se ardhe ambasadori i sportit shqiptar në botë, Marin Meksi. Sports in the world, Marin Meksi. Në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar, partnerët amerikanë që punojnë për paqe dhe siguri, sot Marin Meksi vlerësohet nga misionet tona me titullin misionar paqe, me titujt ambasador nderi dhe me titullin e veçantë urdhri i kryekomandantit paqes Skënderbej.
Today, Mr. Marin Mexi is holding this ceremony and is being evaluated with the precious titles as Peace Missionary, Honorary Ambassador, and with the Golden Medal, Order of Peace World Lord, Gjergj Kastrioc Skënderbej. Sot, midis nesh, kemi një grup të nderuar miq nga New Yorku, të cilët punojnë për shoqërinë civile botërore, gjithashtu edhe për Kombet e Bashkuara, dhe janë personalitetet veçantë të mirëpritur në Shqipëri. Today we had the pleasure to have in this holy ceremony our beloved partners that work for peace and civil society in United Nations and also in America. They are very respectful and we feel such a blessing and honored that you are here in our lovely country. Kemi edhe midis nesh një nga politikanët më të shuar shqiptar, që unë në një dialog me një mikun tim, një kryepershkop të botës amerikane, kemi folur që është personaliteti politikani më i pakorruptuar dhe me thënë drejtën për humor ai ka qeshur dhe më ka thënë ore, ka mundësi që të ketë në Brazil, nga jam unë në origjinë dhe në Shqipëri personalitete politikës pakorruptuar, po i thashur ekziston një dhe është miku im Arben Malaj, zëvendës kryeministri i kohës dhe ministri i jashtëm. Ministri i Financave. We also have here today with us Vice Minister, ex-Minister of Finance, Mr. Arben Malo, which during a conversation with my beloved friend that is located in Brazil, I was talking about his background and what he has done, because I proudly might say that he is one of the no-corrupted functionaries and ministers that has served our country, and he said that how is possible that maybe even in Brazil there is no person like this, and I said proudly that yes, in Albania it is, and I proudly can say that Mr. Malo is one of them. Faleminderit miqve që kemi sot midis ne dhe faleminderit edhe veçanërisht mikut ton Arben Malaj që është midis nesh për nderimin e mikut ton për bashkët Marin Mexi. Our personality, Mr. Mexi. Dy fjalë me që i kemi edhe miqt këtu, dhe me që është edhe Arbeni mik i ri midis nesh, kush janë figura e misionarëve të paqes që punon misionin jon për shumë vitesh në botë? I want to say shortly some words about what is the figure of peace missionary and what does diplomatic mission in the world. Misionarët e vërtet realisht janë kaskat blu të Kombeve të Bashkuara, të cilët hyjnë në korridoret e paqes kur ka armëpushim midis palëve ndërluftuese dhe shpesh kur prishin ato relatat midis tyre hanë edhe pluma nga dy palët. We know very well that the sign of peace missionaries are a blue cask of United Nations, that they do not have afraid to enter in the hallways where there is war, and they are not afraid also to take wounds in the fight that they does. Misionar paqe janë edhe mjekët pa kufi që shkojnë në vende të vështira ku ka pandemi lokale, pandemi botërore dhe japin edhe jetën shpesh nga sëmundjet e reja që kanë dalë në vende si Afrika, në vende tjera. Another example of peace missionary are also Doctors Without Borders. They sacrifice their life with their ability to serve in countries in need, also in war, in Africa or other continents that they need their support, and they are a pure example of what a peace missionary does without any payment. Po të tillë janë edhe personalitetet e Kryqit Kuq, të Kryqit Blu, të hënës gjysmë hënës kuqe dhe aktivistë humanitarë të shumë organizatave që shkojnë për të ndihmuar në zona lufte, të ndihmojnë populatat në probleme dhe shpesh po edhe këta han plumba. Other examples I would like godite. U hidhen edhe bomba përsipër. Po pra. Other examples of peace missionaries I would like to emphasize are people that work for Red Cross, Blue Cross, yes. Janë personalitetet të Kryqit Kuq, gjysmë hëna e kuqe. Gjysmë hëna e kuqe. Mice, room, moon red. And this type of peace missionaries, they go, they do their best in their activities, and they are not afraid to take any type of bullets, how can you say, in a figurative way, and to not to take back.
në vendet në zhvillim, ose në vende ku ka gjithmonë përplasje, siç është Jeruzalemi, që ka mbi 2000 vjet përplasje ndëretnike, ose vende si Ballkani që ne e quajmë Jeruzalemi numër 2 që ka përplasje pashtershme ndëretnike, ka një lloj tipitëri të misionarit paqes. In countries like Jerusalem or in development countries like Balkan that we used to say it's like a second Jerusalem, there are also different ethnical wars that happens here, and we like to represent another type of peace missionary. Ky tip misionari që ekziston në këto vende i ngjan pak a shumë jo i përmasave të as Mahatma Gandhit, Martin Luther King, Mandelës apo shenjtores Nën Terezë, por është ngjashmëri me këto figura botërore që ne kemi në themelet e këtij misioni. That's why we have peace missionaries in this mission that resemble people like Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, etc. And they have their own identity. How can we say here in the Balkans? Figura të tilla jo vetëm sakrifikojnë për komunitetet me aftësitë e tyre dhe me profesionin e tyre, por shpesh japin edhe jetën, siç ndodh me përplasjet e misionarëve që përmendëm më lart. Also, this type of peace missionaries that operate in the Balkans are not afraid to sacrifice their idols to protect the cause of what they are doing. Dhe si të thuash, pra, edhe këta kanë peshën e tyre që mbajnë në këmbë këto komunitete, ruajnë paqen dhe sigurinë në këto komunitete, sjellin vlerat e tyre në këto komunitete, janë heronjtë e këtyre komuniteteve. So they have their own, they are like a key in the society to maintain and to protect this type of communities that they live and work there. Dhe ne krenohemi vërtet para Zotit me këto vlera, sepse siç janë Martin Luther King, Mandela, shenjtoria Nën Terezë, Mahatma Gandhi dhe figura tjera, ne sot kemi një spektër të gjerë personalitetesh nga Ballkani, le të përmendim, duke filluar me figurën e Adem Jasharit, njeriu që dha dhe jetën për lirinë e Kosovës, të Anton Çetës, figurë e madhe e Kosovës që pajtoi gjaqjet në Ballkan, po ashtu dhe figura si kardinali i vetëm shqiptar Ernest Simoni Troshani e figura të tjera që janë figura emblematike jo vetëm për Ballkanin, por për gjithë botën. We Slovenians are proud to say that beside the world figures like personalities, peace missionaries like Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Saint Mother Teresa, which is Albanian originated, and we are very proud of her. We also have our own personalities and figures in the Balkans, as I can mention Mr. Adem Jashari, who was a personality that gave his own life in the cause during the Kosovo War. Also the cardinal, the only Albanian cardinal, Don Ernest Simoni Troshani. Po kemi edhe zonja si mbretresha e biznesit shqiptar, mbretresha Kalas, zemër Tiranës, Klodiana Toptani. Mr. Klodiana Toptani. Urdhro Klodiani. Edhe përshëndeten shikmikun. Tirana Castle, that is in the heart of Tirana. Mbretresha e paqes. I like to call her the Queen of Peace. Congratulations. Thuaj diçka përshëndetse për mikun edhe. Me thënë drejtën, unë jam e nderuar dhe them gjithmonë që unë jam pjesë e këtij misioni. Po sot jam akoma dhe më, sepse për Marinin biles jo më larg se para disa ditësh po shikoj intervistat, pa ditë që do vinte dita sot, sinqerisht. Mua më pëlqejnë njerëzit që janë eloquent, njerëzit që kanë botë, njerëzit që kanë çfarë japin dhe njerëzit që kanë kërkuar nga vetja. Aq më tepër? Okay. Excuse me. Okay. That's right. For me, it always has been since the beginning that I become part of this organization, a special blessing and a desire to be here. And also, a few days ago, without even knowing, I was watching some interviews that Mr. Maxi has done, without knowing that he will become part of our family. And this is like a nice thing. So I like people that are devoted in what they do, and they are also very coherent of the situations. Unë mendoj që gjithçka niset nga shpirti, si nga ana fetare që Zoti e ka përkthyer shpirtin më të rëndësishëm se sa ne kemi,
E njëjta gjë ndodh edhe me pjesën e misionit që ne kemi. Çdo gjë në këtë mision jepet nga shpirti. Çdo gjë që ne bëjmë japim nga zemra jon, nga shpirti jon dhe patjetër që dhe njerëzit që janë për krah nesh, unë e thash dhe më përpara, është realisht nder të jesh pjesë e këtij misioni, është një mision që ka vlera shumë të mëdha, është një mision që jo vetëm jep, por na jep ne shumë, pra zemrës tonë, shpirtit tonë na jep shumë, dhe unë mendoj që ka dhe disa detyrime që të jesh pjesë e këtij misioni, sepse është një mision që ka një vlerë shumë të madhe dhe ne jemi të detyruar që të japim, ta ngrejmë emrin dhe të jemi për krah një njeriu që mua më ka hap derën, ka hap zemrën, që është Shefkiu, është një nga njerëzit që unë kam shumë gjatë. Everything we do in the life comes from the spirit. Even in the religious way, how God created us, He first gave us the spirit. So everything in this organization works like this. If you throw and put your spirit, everything's go and it becomes better. I'm very, as I mentioned before, I'm very proud to be part of this organization, to work with these people, and they have given me more than I have given to them. And I want to say thank you once again as I get the chance to the governor who creates all of this and keep this organization alive, to Mr. Shefke. Thank you. Thank you. Faleminderit, i nderuar. Kam dëshirë që një njeriu ynë që është bodyguardi i përjetshëm i misionit ton, Bekim Nokshiki, të jap një I would like mirëseardhje. also to give the chance to speak to our bodyguard and Bodyguardi i përjetshëm thuaj. forever bodyguard of our diplomatic structure, to Mr. Bekim Nokshiki. Faleminderit. Urime. Faleminderit. Congratulations. Faleminderit. Është kënaqësi ti jesh pjesë e misionit diplomatik edhe i uroj suksese. Faleminderit. Kemi qenë kolegë, kemi punuar bashkë te Ministria e Jashtme. E meriton me vërtet. It's a pleasure for me to be here and to work with Diplomatic Mission Peace and Prosperity during these years, and also I think that this medal is going to give today to Mr. Maxi is well deserved. We have also worked together in the Ministry of Foreign Affairs for years, and he truly deserves it. Congratulations. Urime edhe herë. Faleminderit. Zoti e bekoft këtë mision edhe Zoti e bekoft Amerikën. May God bless this mission, and may God also bless America. Faleminderit. And Bekim. again, Edison Shehu, I would also like to invite Mr. Edison Sheu, who is our shefi i sigurisë së misionit. Kemi një sportist tu Edison dhe sportistët duhet japin zemër njëri tjetrit. Mirë se erdhën. Mirë se vjen. Welcome. Kënaqësi It's a që është në pleasure një ceremoni të tillë to be present in this type of ceremony that we are holding, për një vlerësim të një djali me kaq arritje. and to evaluate a person with so many achievements in his life. Dhe një herë urime dhe mirë se erdhën në misionin diplomatik për paqen dhe zhvillimin. Faleminderit. In Diplomatic Mission for Peace and Prosperity, and Faleminderit congratulations. Edison. Thank you. Avokatja jon, Gabriele Shehati, 2 sekonda mirëseardhje. Okay, so I'm going to change the roles now. Cut this part. Thank you, Governor, for your space. It's for me. It's always a pleasure to be here and to attend and to evaluate different persons that they do a lot in their files where they work, and they are maybe because I'm the youngest in the diplomatic mission. It's always a pleasure for me to become a part of these evaluation ceremonies and a lot of more, because they inspire me to become a better version of myself, and also to see that the world is a place that needs peace, and we together can make a different change in the world. I'm so happy that Mr. Max is here and is joining our community today. I want to wish him all the best. Congratulations, and it's a pleasure to have you here. Congratulations. Thank you, Governor. Presqelo, generali i biznesit shqiptar me vonesë, je i dënuar këtu në krahët tonë. Mr. Oretsela is the general, as I like to say, of Albanian business. Marini, njëvesh, Njemi si personazh. 2 fjalë për Marinin. Si personaliteti vjetër i biznesit shqiptar dhe si pjesë e jona, e misionit diplomatik paqe dhe zhvillim. Marin, mirë se erdhën në shtëpinë Mirë se tonë. vjen. Marin, welcome in our home.
Ju tashmë keni kohë që jeni pjesë e rrugtimit të dijes edhe të dritës. You already had started the path of knowledge and light also. Tani jeni në shtëpinë e paqes, e prosperitetit, edhe Now you are part of in the house of peace and prosperity. jam shumë i lumtur që do bashkohet një personalitet dhe një figurë si e juaja në shtëpinë tonë. I'm very happy that in our home is going to be part of a personality, a honorable personality like you. Welcome. Ja, super. Edhe në fund edhe drejtoresha e përgjithshme e misionit ton, Dr. Dilberet Dika. And also our general director. Qershia ambitor. Dilberet Dika. Cherry on top. Welcome, dear. Thank you. Dear friends and collaborators of Diplomatic Mission Peace and Prosperity, it's my pleasure to welcome in our home. First of all, I will start from the people who I stay for 3 days, day and night. And Dr. Bas, welcome home, honey. I told from the beginning, Vladimira, we changed the name now. She's Vladimir, but we called her Vladimira, like in Albania. Welcome home. And my brother, of course, he's always part, not just to international instructors who work for peace, but part of our heart from today and till in the end. Because this is no promises, but this is when in the home says something, just the home never change the rules. Bad or good things happen in the life. And I want to introduce Dr. Hissa with the pleasure and of course with the permission of Marin to introduce a little bit our friends, because they are coming from USA. Dr. Bas, it's one of the people who created an institution for the young, and it's powerful person. It's a ambassador of human rights. She comes from the family of ambassadors. Her dad was ambassador, her husband is ambassador, but she comes also from a country who loves too much, Albania loves too much, and for the first time she said, I'm proud to be Albanian because I love so much America. And welcome. Vladimira, she's working for the Development Sustainable, and she works very near by the German government, and also she works for Diplomatic Mission right now. And of course we have the chairman and the president of the Diaspora Foundation, African Diaspora Foundation, Dr. Romarius. It's a very pleasure to be and to collaborate with you. I take the occasion to congratulate Marin in name of all of us, like a guy who gives the success through his work to themselves, not through us. But in the future, I believe we'll be more together to do better things in the commune initiatives and also for peace and prosperity. Marin, once again, congratulations, and we are proud to welcome you in your family. Thank you very much. Congratulations. Okay, after, I think. One moment. Dear President, if you want to say Something, it's your turn. Thank you, President. Thank you very much. Good morning, everybody. This is our first time, or my first time to come to Albania. Kjo është hera ime e parë që vizitoj vendin tuaj Shqipërinë. And I'm very happy to be here. Jam trimase I lumtur që gjendem mes jush dhe jam këtu. When I was coming here, I was thinking Albania is another country in Europe, different country in Europe. Pas të nisur këtu kisha përshtypjen dhe idenë që Shqipëria është thjesht një vend më shumë apo një vend ndryshe në Europë. But I'm very happy to see Albania in different world. Por jam shumë I lumtur që shikoj vendin tuaj Shqipërinë në një tjetër perspektivë. Albania is looking like I think African country. They are family. They love people. Diçka që më ka pëlqyer dhe kam gjetur mes vendit tuaj Shqipërisë është fakti që njësoj si vendet afrikane, njerëzit shqiptar janë shumë të lidhur, janë shumë familjar. That is why Dr. Bas, since yesterday, we was traveling from Kosovo
coming back here and we say we want to be Albanian. Kjo është ndër arsyet dhe pse dje doktor Baz gjatë rrugës që po ktheheshin po thoshte shpeshherë që okay, dua të jem shqiptare. Everything here is very nice, like food and juice and people, hospitality. So we think it's not the last time that we are going to be here, but we are coming all the time here in Albania like our second house. Kemi gjetur këtu mikpritjen, miqësinë e njerëzve, ambientit, ushqimeve dhe padyshim që kjo nuk do të jetë rajon e fundit këtu, kështu që mund të them krenarisht do të jetë shtëpia jone e dytë tani në vazhdim. Diplomatic mission. This organization, Diplomatic Missions, is working very well around the world. Misioni diplomatik për paqe dhe prosperitet është duke punuar me shumë devotshmëri në gjithë botën. Before engage in my work with them, I was investigate who are this organization, what they are doing. Normalisht pas të nisja bashkëpunimin tim, më desh të bëja disa investigime personale. Të shihja kush janë këta njerëz dhe çfarë në të vërtetë ta bëjnë. And finally I told to Vladimir that I think we need to work with the Diplomatic Mission for the global humanity action. Dhe në fund të fundit vendosa dhe I thash kolegës time Vladimir që padyshim ne duhet të bashkëpunojmë me këta njerëz dhe për paqen globale, cilën ata gjithashtu punojnë vazhdimisht. So I would like to thank the staff of Diplomatic Mission to receive us here in Albania. Dua të falenderoj shumë padyshim stafin e misionit diplomatik që na ka mirëpritur të gjithëve ne këtu në Shqipëri. We are going to do many things together in Albania and in the world. Padyshim do të bëjmë shumë gjëra të bukura jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën së bashku. About the man of the day, I would like to say thank you to be here with Diplomatic Mission. Faleminderit vllai që je sot këtu me misionin diplomatik. To work in the peace in the world is not an easy action. Të punosh për ditë për paqen në botë nuk është një veprim I lehtë. You have to work and work. Ti thjesht duhet të punosh. You have to travel. Duhet të lodhesh. And you have to love what you are doing in the field of the peace. Por mbi gjitha, çelësi dhe esenca është të duash atë që je duke bërë në këtë rrugë. Thank you everybody. Faleminderit gjithëve. Thank you. Work and don't cafe. Yeah, a little coffee. A little coffee. Se bëra pa kafe fare. Atëre, edhe Miss Vladimir. Miss Vladimir also would like to hear you. So, first I'd like to appreciate everyone for being here. Fillimisht dua t'ju jam mirënjohës që të gjithë jeni këtu sot prezent. This morning I'm feeling very emotional. Sot të mëngjesin e sotëm po ndjem çuditërisht shumë emocionale, shumë emocionuar. Because I cannot keep believing how beautiful Albania and Albanians are. Sepse nuk mund ta besoj sa e bukur është Shqipëria dhe sa më të bukur janë po ashtu shqiptarët. From the plane, from taking the plane in Hamburg to come in here, it has been a very, very emotional and hot people that are very welcoming. Që në momentin që kam marrë avionin nga Hamburgu për të ardhur në aeroportin e Shqipërisë, kam pasur një lloj emocioni të veçantë dhe këtu kam njohur njerëz shumë ikpritës gjithashtu. And thank you so much, Bella. Faleminderit Bella. For welcoming us, for accepting us. Thank you very much, Dr. Shefki. We say now, Baba. Thank you. Thank you. Faleminderit shumë Bella që keni mirëpritur Dr. Shefki si baba. Thank you very much for also taking us everywhere and teaching me some Albanian. Faleminderit që na keni shoqëruar dhe po ashtu më keni mësuar edhe pak shqip gjatë këtyre ditëve. This is the first For example, something in Albanian language. I started with Baba. Gazua. And it's really an amazing time to be here. I work for sustainable development,
and I have never really come across Albania, but I want to, do you want me to continue? So I want to really commit myself. I told Bella that I really want to see diplomatic mission grow. Unë kam punuar për një pjesë shumë të madhe të jetës time si pjesë e Sustainable Development dhe I kam thënë Belës se duke qenë se tani kam njohur dhe ato që misioni bën, dua që ta rrisim së bashku akoma dhe më shumë apo. And I want to make people see Albania for the great nation it is. Dua që të gjithë njerëzit përtej kufirit të Shqipërisë të shikojnë Shqipërinë për atë që në të vërtet është dhe mund të jetë. I told her maybe if someone who is not Albanian makes the noise, then everybody would believe. Dhe besoj shumë se nëse këtë nis dikush që nuk është shqiptar, atëherë të gjithë mbase do t'i kthejnë pak syt më shumë tek vendi juaj. So with diplomatic mission, thank you for adopting me, thank you for adopting us. Që misioni diplomatik ju falenderoj që na adoptuat ne të gjithëve. So and for everybody, Dhe për gjithë tjerë, I want to say that you will be coming here more often do të shifemi më shpesh. because we'll be doing so many international and national things together. Do të ndërmarrim tani dhe në vazhdim shumë nisma kombëtare dhe ndërkombëtare. And giving the opportunity for people to gather to celebrate peace and prosperity. Edhe t'ju japim mundësinë njerëzve të tjerë që të kenë që të festojnë dhe të jenë pjesë e paqes dhe sigurisë në botë. And congratulations. Dhe urime. And we hoped that many more people would take your example. I'm pretty sure. Dhe uroj që shumë njerëz të tjerë të ndjekin rrugën dhe shembullin tënd. Thank you very much. Thank you. Atëherë faleminderit Mrs. Vladimir për fjalën tuaj, po ju garantojmë se këtu jeni në shtëpinë tuaj dhe ka një thënie të hershme të popullit shqiptar, shtëpia e shqiptarit është shtëpia e Zotit dhe e mikut. Thank you, Mrs. Vladimir, for your beautiful words. I would like you to remember something that we have an old Albanian word that says, the house of the Albanian first is the house of the God and then to the friends. So, Faleminderit Zotit që ju keni sot në gjysmë. we thank God that you are here. Atëherë kalojmë në ceremoni. So we are going. Siç ju theksova dhe më parë, sot personaliteti shqiptar Marin Meksi, diplomat, një nga sportistët më të shquar, kampion botror në fushën e bodybuilding, për vlerat e tij si misionar paqe, si personalitet, si humanitar, aktivist humanitar, si personalitet I sportit shqiptar, si ambasador do ta quaj I sportit shqiptar kudo në botë, nderohet nga misioni diplomatik paqe dhe zhvillim dhe partnerët e tij amerikan, misione që punojnë për paqe dhe siguri, me titujt misionar paqe, ambasador nderi I strukturave tona të paqes dhe si me dhe me titullin e veçantë, medaljen e art, urdhri I krye komandantit të paqes Skënderbej. Ftoi avokaten ton Gabriela Shahati të lexoj motivacionin dhe të dorëzoj formatin zyrtar të diplomës. Faleminderit guvernator për hapësirën e fjalës. Ndihem I nderuar që sot mund të lexoj diplomën e vlerësimit dhe medaljen që merr personaliteti I nderuar Zoti Meksi nga Misioni Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet dhe gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Honorary degree. With the decision of the Board of Directors of this lobbying mission, with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of diplomacy, jurisprudence, education, public administration, sports and humanity, for the inspiration of the social coexistence and intercommunity peace, as an Albanian diplomat and advisor of Ministry of Foreign Affairs of Albania, as a distinguished Albanian sportsman, as an Albanian pedagogue, world champion of bodybuilding and fitness, as a civil society leader in the Balkans, as an ambassador of sport, as a peace missionary, as a honorary ambassador of DMPP, as a well-known activist of human rights, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity. Today, it is given the Golden Medal, Order of Peace Warlord Gjergj Kastriotis Skanderbeg of Diplomatic Mission Peace and Prosperity. God bless the peace missionary, Mr. Marin Meksi.
Congratulations, Mr. Maxe. Faleminderit. Faleminderit Gabriel Shahati, avokatja jonë e nderuar. Atëherë, formatin protokollar të diplomës ftoj për ta dorëzuar mikun ton, politikanin e nderuar Arben Malaj. Deni nderuar, politikan I pakorruptuar. Faleminderit. Po më ndën syze. Së pari dua të falenderoj nga zemra miq që kanë ardhur. First of all, I want to welcome the friends who comes from outside Albania. Duhet të falenderoj gjithë ekipin Of course, all of e you guvernatorit. and the governor for the ceremony. Ja. Unë jam lektor për mbi 10 vjet për ekonomiksin e zhvillimit. I'm a lecturer or professor of economy for more than 10 years. Dhe gjithmonë ndaj me publikun vizionin që pa paqe nuk ka prosperitet, por pa prosperitet nuk ka paqe të qëndrueshme. And always I have keeping my students that without peace doesn't have prosperity, and without prosperity doesn't have peace. Unë jam shumë I inspiruar nga nën Tereza, My mentor is Mother Teresa, shintorja jon, our Saint Mother Teresa, e cila ka një thënie shumë inspiruese, who said, që është në zemër dhe të këtij misioni, and I know is one of in the heart of this loving mission. mos bëni gjëra të mëdha, por bëni çdo ditë gjëra të vogël me zemër të madhe. Don't do in your life great things and big things, but do small things but with a full Every heart. day and with big heart. Nuk do ta lexoj, por jam I kënaqur që një mik kaq I mirë I feel very proud that one friend and one personality like Mr. Maxe angazhohet në sfidat e vendit, take care of the different causes of our country me modelin e tij inspirues with his model, inspiration model, dhe me përkushtimin e tij and of course with his Devotion. in service of I cili kalon çdo nivel të bodybuilding. I think he doesn't have any level of bodybuilding. He's one of the best. Thank you very much. Thank you, Minister. Na bën një Faleminderit, foto Beni, kështu bëj një foto. që të jemi këtu, se do jemi miq të përhershëm. Okej. Faleminderit Faleminderit. miku im Arben. Faleminderit. Mine. Atëherë kam në dorë medaljen Gjergj Kastrioti Skanderbeg. Është një nga personalitetet The medal Order of Peace George Kastrioti Skanderbeg. Skanderbeu është një nga personalet tona të mesjetës me një ndikim të madh në Europë. One of the biggest figure in the service of Albanian nations. Është njeriu që për 25 vjet jo vetëm drejtoi shtetin shqiptar, por u bë dhe njeriu që I dha paqen Europës në raport me perandorinë osmane. He didn't lead just 25 years our Albanian, our nation, but through his contribution, he stopped the empire, Ottoman Empire to become more powerful in Europe. Është kaq madhështor figura e tij, saqë një nga poetët më të famshëm amerikan, Longfellow, ka krijuar një poem të veçantë për të. It's such a biggest figure that one poet, American poet, create one of his beautiful poems for our national hero. Dhe tashmë portreti I tij është në rrjetin e medaljeve botërore Prejari And në shërbim të paqes portrait sociale now botërore. is in the service of the medal who giving all the personality who works for peace and prosperity in all the world. Ftoj për ta dorëzuar personalitetin nga New Yorku. Dr. Boss, please, you have the chance to speak and to confirm this medal to Thank you. Mr. Maxe.
Hi everyone, and thank you for having me. Kosovo is 160 countries I've been visited, but I chose Albania. Well, I think they say all of you are Albanian anyway. I couldn't imagine the hospitality, the friendly atmosphere we receive. I want to say thank you to Ababa. He become Ababa because peace is not an easy task, and peace is the foundation of humanity. For the longest, I've been telling people, if you're working on peace and to put the same energy you put in human rights, you put in the SDG, if we was focused on peace, I think the world will be a better place. And they have one thing I want people to know: you cannot give what you don't have. That's when we encourage everyone to cultivate peace inside, because peace is what you got inside you can give. The same like a parents, you cannot teach your kids education if you're not educated. Peace is within. I want to really embrace the vision of the diplomatic mission, because I'm part of also the International Diplomatic Alliance, and I've been telling them I switch because I see what people say, working with peace with your heart. That's what the diplomatic mission. To be here for me is an honor. To be adopted by Albania, it is another honor. I made great friend, I made son-in-law, I made sister, I got a dad. I told people I'm already converted as an Albanian. But on the serious side, we have to understand peace is not only about conflict. Peace is the way we communicate with each other. Peace is what we give to our neighbor, the way we talk to each other. And I figured out Albanian is the center of peace. Thank you and congratulations. Thank you. Thank you. Pra sot në këtë ceremoni, pjesëmarrja e miqve tanë nga New Yorku, pjesëmarrja e politikanit tonë të nderuar Arbenit dhe veçanërisht njeriu për të cilin organizohet kjo, Marin Meksit, është një stad i ri, mendoj, në veprimtarinë tonë humanitare, në shërbim të paqes sociale botërore. Tashmë ja jap fjalën të thotë diçka nga zemra, ashtu siç e ndiem, miku ton misionarit të paqes më të ri në botë, Marin Meksit. Dear friends from States, dear Minister Malaj, and thank you for your contribution. Not official titles. Minister Malaj, and thank you for your contribution in your reforms in financial issues in the most difficult times for our countries. Thank you, Governor. Thank you, all the staff. It is a great pleasure to be here amongst all of you, all of us now, a great family, a big family. I'm part of one of the oldest, originally, one of the oldest noble families of Europe and of Albania as well, with great contributions in battles, in our independence battles of our national hero Skanderbeg, and later on till the Second World War, with a great contribution in the Independent Act of Albania. I'm a diplomat almost 20 years in the missions of our foreign ministry, Ministry for Europe and Foreign Affairs of Albania. I'm a consular with my rank, diplomatic rank, and now very soon Minister Plenipotentiary, and as well as an athlete, bodybuilding and fitness nationwide and world champion, but not only bodybuilding and fitness, but as well all other 4 sports such as powerlifting,
weightlifting, arm wrestling, etc. I'm a professor, I'm a historian as well. It is a great pleasure to be part of this mission, diplomatic mission, to be part of UN missions, recognized this mission as well, of the United States. I'm one of the founders of, because I've been in contact with United States since 20 years ago, because with Benjamin Franklin Lodge, I'm a declared Freemason of Albania and one of the founders of this order, this old and ancient orders. And in our main roots and topics and issues is freedom, is peace and prosperity, such as the same as the mission. It is so important, those missions, for our country, which is a post-communist country, with a long transition, with a new and valuable democracy. And I really appreciate what our governor did for almost 20 years, 16 plus years, to be part of United Nations organization, to be part of United States organization, and to tell the Albanians and all over the world that Albanian exists. Albanian is pro-prosperity, is pro-peace and pro-freedom. So thank you very much everybody for being here, and thank you Governor one more time. Thank you. Mikë nderuar, para se të përfundojmë, po të them se ti ke pasur vërtet sfida në jetë dhe i ke tejkaluar ato. Ke arritur, ke ngjitur maje të larta. Po ndoshta në jetë je mësuar të ngjitesh male si Dajti, Korabi, Shkëlzenia ose ndonjë mal tjetër në botë. Në këtë mision ke detyrë të arrish të ngjitesh male si Himalajet. Edhe kjo do të thotë që duhet të ngjash jo vetëm Martin Luther Kingut, Mandelës, shenjtores Nën Tereza apo Mahatma Gandhit, por duhet të ngjash edhe dy personaliteteve gjigantë që ne kemi që janë super male, presidentit amerikan Eisenhower dhe diplomatit të shquar amerikan, diplomat botëror Richard Holbrooke, që të arrish qoftë edhe një pjesë të atij backgroundi që kanë këto dy personalitete, do të thotë që duhet të sakrifikosh shumë, do të thotë që ke sfida të mëdha në jetën tënde. Je i mirëpritur dhe përpara për të fituar edhe sfida të tilla. Faleminderit që të kemi ne. Faleminderit Zotit që ju keni të gjithë midis nesh. Faleminderit.